Në kantierin e Lungomare 3 në Vlorë po vjon me ritme një prej investimeve më të rëndësishme në qytetin bregdetar. Puna po ecën me ritme të shpejta edhe gati një javë pas vizitës së kryeministrit Edi Rama në këtë investim strategjik, i cili do zgjerojë hapësirën e turizmit cilësor në Vlorë. Vetë kreu i qeverisë i ka vendosur detyra firmës për të përshpejtuar ritmet me qëllim që sezoni turistik një pjesë të Lungomare 3 ta gjejë të përfunduar dhe të aksesueshme nga qytetarët dhe turistët vendase të huaj. E ndërsa përgjatë vijës bregdetare Lungomare 3 janë ndërtuar bankinat që ndikojnë dhe në zgjerimin e plazheve përmes riorientimit të valve të ujit, ndërkohë që po vjon të ndërtohet edhe shëndetoria Buzrrugës, si dhe ajo Buzdetit, duke ecur paralelisht në disa fronte. Pamjet që po ndiqnin në ekran të filmuara këtë fundjavë nga televizioni 6+1 Vlora sjellin momente nga ecuria e këtyre punimeve. Ky investim strategjik po zgjeron hapësirën e turizmit cilësor të Vlorës dhe krijon kushte optimale për vijimin me Lungomare 4 në zonën e Orikumit, duke bërë që Vlora të ketë shëndetoren më të gjatë në mesdhe. Vlen të theksohet se në të gjithë gjatësinë e Lungomare 3 po punohet me ritme që nga tuneli e deri në Orikum dhe se firma ka përshpejtuar jo vetëm punimet, por edhe angazhimin e saj për të realizuar punime sa më cilësore. Ky është një projekt i financuar nga Bergj në kuadër të programit për zhvillimin e turizmit dhe punimet përfshin transformimin cilësor të hapësirës publike, ku do të mbillen pemë, do të krijohen zona për këmbësorët, për bicikleta, duke krijuar kështu një frymarrje krejt re për Vlorën turistike. Ndërkaq, në ditët në vijim pritet të nisë asfaltimi rrugës në shëndetoren bregdetare Lungomare 3 nga tuneli deri në Orikum. Loti i parë që do të asfaltohet është nga tuneli deri në zonën e Jonufrës.